Mos i hani këto 7 ushqime nëse keni akne. 1. Qumështi përmban hormone që rrisin prodhimin e yndyrës dhe bllokojnë poret. 2. Pijet me sheqer. Pijet si soda dhe energjikët rrisin insulinën, shtojnë inflamacionin dhe shkaktojnë shpërthime në lëkurë. 3. Ushqimet e shpejta. Hamburgerët, pula e skuqur dhe pica janë plot me karbohidrate të rafinuara dhe yndyra të pashëndetshme që irritojnë lëkurën. 4. Bukë e bardhë dhe makaronat. Karbohidratet me indeks të lartë glicemik rrisin nivelin e sheqerit në gjak, duke nxitur prodhimin e tepërt të sebumit dhe aknet. 5. Çokolata, sidomos çokolata me qumësht. Kombinimi i sheqerit dhe bulmetit mund të përkeqësojë aknet të lëkurat e ndjeshme. 6. Proteina hej e përdorur shpesh në palestër, ajo rrit hormonin IGF-1, i lidhur me shpërthimet e akneve. 7. Ushqimet e yndyrshme, si patatinat, patatet e skuqura, pula e skuqur dhe unazat e qepës. Këto përmbajnë yndyra trans ose vajra vegjetal të pasur me omega 6, të cilët shtojnë inflamacionin dhe bllokojnë poret.